Fitoria Vllaznis 3-1 në klasikën e futbollit shqiptar në kategorinë superiore, si dhe kualifikimi në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, ishin në fokusin e emisionit Studio Sport, transmetuar mbrëmjen e smërkurës në RTS Shkodra. Për sa kohë Superliga shqiptare është me 10 skuadra, ne nuk mund të flasim për diferencat jashtëzakonshme që ti do të jesh gjithmonë në avantazh. Por sigurisht nëse Tirana me atë riorganizim mund të them kështu edhe kalimin avantazh, sigurisht që të krijon një përshtypje që këtu mund të kenë ndryshuar gjërat. Por ama askush nuk mund vend dyshim tashmë cilësitë e grupit Vllaznis, sepse ka një grup lojtarësh i cili funksionon mjaft mirë dhe edhe ndeshja së ditë tregoi kur ju desh shumë pak kohë për me rikthyer edhe një herë Tiranën e gjithë sezonit aty ku ishte, një Tiranë ku nuk kishte mundësi më të reagote dhe një farë tregoi një farë përpotencet me këtë skuadër duke kthy një rezultat nga 0-1 në 3-1 dhe duke dominu ndeshjen. Vllaznia kur ka dëshirë me lujtë, vrapon, por ndaxhanam dë pasimin, lëvizje kështu bën gabime shumë. Edhe sot po ta shikosh me Belysin, pat shumë gabime. Pasimet, sidomos në lëvizje mes fusha për mua bën gabime shumë. Unë jam pak supersticioz në kuptimin kur por gjithë atë festim, gjithë atë mos tash kur bolla goli Tiranës, se ne na nol so herë si kina tifozërin shumë në çes dështon, por ekipi nuk ka për dështu, do të thonë është për mendimin tim është një nga ekipet më të mirë që kena pas vitet e fundit. Duhet në rrim me kam tokë normalisht dhe mos bëjmë ata uljet e njëjtë tona që janë deri diku. Pjesë e emisionit ishte dhe fitoria kombëtare së futbollit të femrave ndaj Malit të Zi në transfert, humbja kombëtare së basketbollit në Shkodër ndaj Slovakisë, si dhe familja sportive Hoxha me ish trajnerin e suksesshëm të kombëtares së Shqipërisë në peshngritje, Petrit Hoxha, si dhe vazhdimi i traditës sportive të 3 fëmijëve të tij, të cilët jetojnë në Gjermani.